Flamuri i UÇK-s valviti mbi këtë shtëpi në Kopiliq të epërm të Skënderajt, por kjo shtëpi nuk është thjesht një objekt. Gjatë viteve 98-99, këtu funksionoi shtabi i togut të parë të ushtrisë çlirimtare të Kosovës, ku morën vendime të rëndësishme për luftën çlirimtare. Këtë shtunë, organizata veteranëve të luftës së UÇK-s vendosi një pllakë përkujtimore për të shënuar historinë që mbajnë këto mure. Se kjo shtëpi ka qenë vendi i vendimeve të rëndësishme për luftën, e kujton edhe një nga luftëtarët e brigadës 112, Arben Haliti. Në këtë udhë, plesht e këtij fshati kanë nda pleqëri. Burrat e këtij fshati kanë mojtë si për gëzim, ashtu edhe për erëne. Kësaj kullë sot përjepet një epitet shumë i lartë, një amblem, një hajmali e ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Aty i pranishëm ishte edhe kryetari i Skënderajt, Samil Ushtako. Ai tha se shënimi i këtyre vendeve është i rëndësishëm për brezat që vinë. Kjo është shumë e rëndësishme për gjeneratat që vinë, që më ju tregu që nuk ka ndodhur kurrë rastisht dhe nuk ka ndodhur kurrë apo kurrë nuk na ka fal. Domthonë gjithçka që ka ndodhur këtu, domthonë ka ndodhur fal për pjekjeve, jo vetëm gjeneratës tonë, por edhe shumë gjeneratave tjera. Ndërkaq nga organizata veteranëve të luftës së UÇK-s u tha se kjo pllakë është një dëshmi e historisë së luftës çlirimtare. Ne tregojmë që ka qenë një ushtri këtu, ka qenë një luftë që u konë pa barabartë me forcat çetnike paramilitare serbe në vitet 98, 99 dhe këtu tregon më së miri për Mesa, Nipa dhe të tjerë që vinë pas neve, të dinë që në këtë shtëpi ka pas një ushtri çlirimtare Kosovës të cilët kanë nejtë këtu, kanë punu këtu, kanë vepru këtu dhe kanë mbrojtur vendin e vetë. Disa fjalë pati dhe deputetja Sala Jashari. Sot në këtë 7 mars po shënojmë me një pllakë përkujtimore një nga shtëpitë që mban shumë histori brenda mureve të saj. Një histori të gjallë, mure që kanë parë dhe kanë dëgjuar nga afër anktin e luftës, por edhe mënyrën se si ideale të mëdha krijojnë forcë dhe shpresë për lirinë e popullit të saj. Në këtë pllakë theksohet se bëhet fjalë për strukturën Brigada 112 Arben Haliti, përkatësisht Batalioni 2, Kompania 1 në kuadër të degës së OVL UÇK-s në Skënderaj.